Ose një këtë da po më vullin me të mëra. Edhe, inshallah s'mimohen hoxhallar, edhe ajo e thët hoq bëthet, me përstani mu martu me hoxën, e këtë fugaraja ankohet të kadia. Kur shkan të kadia mu anku për hoxën edhe bashkohen ta në salën e gjyqit, kadis dhe mi dalë mend të nësaj bukurisë. Edhe për i thët, apo më mu lethet edhe hoxën e Allah tjetë më të normal. Ja i premtën kadisë dhe në pomardona me ty. E të shkoqa dhe i fugaraja u ledhen edhe gjematit e shkojnë me patit katin të mreti. Kur ledhen atje, mreti për të mila mend ma shumë se katia, për dhe pasha Allah dhe të mërmu lethet, o në mretja. E qohën kretë të ditën që dënë mreti me shpallat celebrimin e vetë, ledhen populli kështu si një mledhju bashkë me ne. E kur e shofin gjërmati atë gru të ranohen kretët, njani të mërmu, tjetërën të mërmu, njani apo mërmu, dikur jo dhanën fjallën kësaj me forë, tha o burrat edhe u tha. One kam emnin dunja, gjithë kush më dëshëran, ama kërkush së më ka. Pra nejnë vëzni, kjo dunja prej mënd e ka kaplu zemra tonë. E i vend mi pështim, prej stresit, e të lashët, e problemeve, të dunjas është pjesën. Zoti jonë ka marrë garanci kush hen këtë shtëpi qetësohet, e subhanallah. Të gjithë na kena provu. Shkon te puna, stres. Hen shtëpi, stres prej grave. Shkon te mos flas, ama kur vim xhami, elhamdulillah na qetësohet shpirti, edhe subhanallah i harrojmë me stres e me probleme me ka kret. Prandaj na në qofë se spitali është me shëru trupin, se sa hafizi me rum hoxha, robi përbahet trup edhe shpirt. Në nuk jena turnum me ushqyve të trupin, jena turnum me ushqyve dhe shpirtin. Të në qovë se keri me benzin, punën me benzin, qovë se qenë dizel, e ke shkatru makinin, kërët ju një për të snete, ma mirë zonë. Edhe zemra muslimanit o ba me ushqyve qka me pun të imanit. Në qovë se qenë gjënahe, e sa ka donë grejt, edhe e blokon atë. Pra nena, mos harroni, ka një tanë në dita, hajde mush në gjami. Se zemra punën me mush me namaz. E ka lonë Zoti, vjen e falë sabahin, shkon, gjamia ka gjithmonë, nuk është do me falë një falë 5 vaktet. Ku të gjash gjamiin, mush e zemrën me iman edhe shko, dhe një këndi qanë e. Se prej këto në Shqipni munduhen 3-4 tanë kam i mush. Ama me një tanë së në prej Shqipni, valla. Edhe me një namaz ti nuk i prej gjithë ditën me majt imanin në regu. Pra ne vllaznin do që me kështu prej të lasheve të dënjas, mos harroni hinin spitalin e shpirtit që ka emrin xhami. E këtu, se jo gjithkush që hen xhami bëhet burri mirë. Ka edhe atë që si bajnë dobi ilaçet. Vjen, nuk i don ilaçet të xhami, se i hini zi, del i zi. Ama këtu shërohen shpirti. Se spitali nuk është me e shëndosh trupin, është me e kuru, edhe xhamia është me e kuru shpirtin. E kush i pranon ilaçet e Allahut edhe të pejgamberit, i kurohet shpirti, heni keq edhe deli mirë për xhamin, prandaj mos të marr kohë hoxhallarëve të tjerë, na bani halal, mos urrani mos sa dënja se vallahi ajo kërkosh se në ka dënja, asa herë doni më kështu kujtoni fjalët e mia. E sa të herë të jeni në xhami keni më mëgjur rahmet për zellë për vdekjen, se kësosh e xhamin. E Zoti ja mundsof me ble halal dhe më të madhe, me të jetë sigurt për çdo dinar, sigur se thonë hoxhallar, ka me u pagu Allahu edhe keni me u hapi çka keni me gjetë ditën e gjykimit, qatë ka shat që u keni hek fëmijëve me shni, një vend ku mallohet Zoti i gjithësisë. E vallahi t'jeni të përgëzu, e t'jeni të kënaqur që ju ka zgjallë Zoti ju në këtë tokë. Ku nuk adhurohet Zoti unë ju me ba xhamia e me ba vende ku mësohet fjala e Allahut edhe e pejgamberit e përhapet pranela, hajdeni edhe qetësonu mas pati një herë, 2 herë në xhami. Është e mira 5 herë kur ja bën Zoti mundësi, ama hajdeni mos e harroni qetësi tuaj, se gjithë secili ka nevojë për më qetësu, edhe me pushu prej stresave të kësaj dynja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah është përbleft hoxhën që më dha mundësi, është përbleft edhe kryetarin që më mësoi xhamin më ardh, në fakt ne kam falë edhe një aci një herë këtu. Allah ju lut krejt hoxhallar pjesëmarrës, edhe ju xhamatin, edhe familjeve tona, Zoti ju dhash mirësitë e dunjas edhe të ahiretit. Allah është përbleft hoxh. Kë ka thonë që jam i Shqipënisë veç po duket si me koni llapit. Ka më
speciale med de här hoqës indërturës Mulla Lajmramës. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabari dua t'i përshëndes misafirat, të Çnin Efendiun, Hafez Irfanin, Nesib Efendiun dhe gjithë kolegët e mi, posaçërisht imamin e xhamisë, kryesien dhe këtë xhamat. Në emrin tim personal dhe të xhamisë apo xhamatit të xhamisë së Vindëturit, kryesijës, një herë që edhe kryetari ne kemi prezantuar. Me siguri